dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio duke ju uruar një ditë të mbar dhe plot gjëra interesante. E ftuara ime sot në këtë studio është një artiste. Arti saj është arti i fotografisë. Iden Temali është me mua sot në këtë mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonja Merita. Shumë faleminderit për ftesën. Unë jam Merita, mikja e të gjithë të ftuarve në studio. Në fakt, portreti yt shumë simpatik. Aktiviteti yt, çdo gjë që ti përmbledh jo vetëm në buzëqeshjen, por edhe në qëndrimin, më bën të shikoj me një interes të veçantë për sa i përket cilësisë tënde si artiste. Sepse shpesh herë aty ku shfaqesh, të paktën kjo është përshtypja ime, menjëherë se në një simbioz bashkë me qenien tënde del aparati fotografik, i cili shpesh herë nuk rresh së fotografuari. A është kështu? Kështu është. Po më vjen mirë që paske këtë përshtypje për mua. Në fakt aparati fotografik me të vërtetë që është një simbios me vetë qenien time. Unë jam ai dhe aparati është tonë, sepse është syni jem, është shpirti jem. Normalisht kudo që ndodhem do të jetë edhe vula jeme me aparatin normalisht. Kam lexuar së fundmi një poezi të Paul Eluard që si refren ka shkruaj emrin tënd. Dhe më duket se në këto momente ti e shkruan emrin tënd në fotot, në çdo gjë që sjell në pozitivitetin apo në ndjesitë tuaja artistike. Nuk e di, portreti, peizazhi, detaji, cilat janë të preferuarit tuaj? Të them të drejtën, duke qenë se jam edhe shumë e ndjeshme ndaj ambientit që më rrethon, nuk ekziston diçka që unë mund të më thonë që kjo pjesë është më e fortë tek unë. Megjithatë gjithmonë natyra njerëzore dhe njeriu, me që është edhe qenia më e lartë, më them, në këtë univers, më tërheq më shumë, sepse pa njeriu nuk mundet me ekzistuar arti. Absolutisht po. Kështu që në radhë parë është njeriu, portretet, syt, ndjenjat, sepse kështu e ndjenjone. Mandej vjen edhe pjesa peizazheve, si thash edhe sot nade, të falenderova që u zgjova pak më herët për më ardhur në emisionin tënd dhe e shijova shumë atë ndjesinë e rrezëve të para që hinin në dritare dhe ishte një mëngjes shumë poetik. Kështu që bëna një fotografi në fakt. Edhe të falenderova. Vetëm artistët kanë ndjesi kaq të bukura dhe unë shpresoj që secili të ndjehet artist edhe në këto momente, sepse shpesh herë fjalët e të ftuarët mi e njerëzve që takojmë shpesh në ditët tona janë burim frymëzimi. Është mëngjes dhe unë dëshiroj që të jetë kështu. Jo për mua, por besoj që bota për tonë artistat është më e veçantë, është më intensive, ndjenjat amplifikohen dhe ndjehen më shumë. Në fakt, sipas meja, fotografia është një gjendje e veçantë dhe fotografi nuk është thjesht një shkrepës i aparatit. Sipas meje të jesh fotograf është të jesh psikolog, të hysh në psikologjinë e subjektit, të jesh regjisor, ta vendosësh atë në një vend të caktuar dhe në një moment të caktuar, të kesh një uri fizike mbi përkthimin e dritës, të kesh një uri mbi rekuizitën, nuk e di se çfarë më e plotson atë qenien e pozicionit të artistit fotograf përballë një subjekti. Absolutisht është e vërtetë që duhet të kesh shumë njohuri dhe për sa i përket edhe pjesës psikologjisë duhet ta kesh, duhet të jesh vetë të kesh një empati të jashtëzakonshme dhe për me gjej gjendjen tek tjerë, sepse nëse ti kalon dhe je jo empatik dhe nuk arrin me pas se këtu po ndodh diçka, ka një gjendje, atëherë nuk mundesh të bëj një fotografi të mirë. Në fakt, fotografi ka një marrëdhënie të veçantë me subjektin. Kohë më parë kam qenë e pranishme në një moment kur një prind insistonte t'i bënte një fëmijës një fotografi. Ai nuk qëndronte, nuk ishte në atë gjendje dhe duhet të gjesh momentin sipas me çfarë marrëdhëniesh ke pikërisht me subjektin, si duhet të jetë ai, si duhet të kapet një moment i caktuar. Zakonisht ajo që unë preferoj është një
reportazh i asaj që unë bëj. Në jetën e përditshme më pëlqen me fotografu në atë mënyrë që subjekti ndoshta edhe mos më e kuptu. Atëherë vjen edhe gjendja më mirë tek unë. Megjithatë ekzistojnë edhe raste kur më pëlqen me kriju një projekt artistik, më pëlqen me paramendu, me kompozu dhe atëherë me kriju një gjendje që unë kam në mendjen këteme. Këtu mandej vjen edhe pjesa e regjizores që thotë që duhet të jesh edhe një regjizore e mirë. Në fakt i kuptoj shumë tjertë dhe tek pjesa e subjektit më pëlqen shumë të jetë sa më i natyrshëm dhe të lirohet nga ngërçet, nga të gjitha komplekset që mund të ketë. Kohë më parë kur në fëmijërinë tonë dëshironim prindrit atëherë të bënin fotografi me fëmijët, fotografët e qytetit tonë siç na bënin Ju bëshin më e drejtë. Mendej drejt, edhe krijonin një lloj atmosfere. Në fakt kur i shoh ata fotografi, me thonë drejtën kam edhe një lloj nostalgjie. Janë të bukura edhe pse janë një staturë ndoshta pak e drejtë, megjithatë tu e zdesh njërin prej aksionit edhe prej veprimeve tepërta, njeriu arrin edhe me depërtu në ata fotografi, të ngjendja, të psikologjia e momentit, edhe vetëm tek syt e tyne arrin me mojt me shumë kujtime. Në fakt e studion fotografinë në ecurinë, evolumin e saj për të mbërritur tek vetja jote, e cila është natyrisht një stad artistik bashkëkohor, tepër bashkëkohor. E studioj qysh në voglita, në fakt kam studiu nuk shuhem për një person që ka një memorie shumë fort, kjo është edhe një minus i jemi, megjithatë më pëlqen me studiu, me lexu, me pa artist të ndryshëm, si në fotografi, si në pikturë. Njënër personat që ka ba me studiu është dhe baba jem, se baba ne kam piktor, edhe sot e falenderoj për... Kush është baba ju? Baba jem Alfred Temali. E përshëndesim. Ai është personi që ton piktorët na i ka prunë në shtëpi. Edhe virrisha të ish fletu dhe me thanë pa pushim. E sot shtëpia jam është e mbushur me libra nga piktorë të ndryshëm. Edhe po nuk studiove nuk mundesh më zhvillu në jetë. Por duhet të kesh edhe një model ku të kapesh, të inspirohesh. Në fakt, Iden, cili është formimi juaj artistik? Unë kam studiu piktur grafik në Shkodër, këtu tek Akademia e Arteve që u hap në Shkodër. Ishte një studim 3 vjeçar ku lama e fotografisë ishte edhe pjesë e programit. Çfarë të bëri që ti krahas formimit si piktore, të rrokësh fotografin, ta prekësh në fillim, ato oscilacionet artistike që gjithkush i ka natyrisht si ndikuan që ti të vendosje të ecje në këtë rrugë? Tash nuk e di, kjo ka ardhur një mënyrë krejt natyrale, të natyrshme, nuk e kisha menduar kurrë që unë do basha fotografe, filloj krejt si një pasion para se me hi në universitet. Rrisha gjithë ditën duke fotografu dhe ajo që mbante më shumë përshtypje është që lesha me njën punët e mia dhe rrisha me orë të tana të modifiku foto, të cilat i bash ose i mash edhe në internet edhe më tërheqte jashtëzakonisht. Të familjes teme ju dukte diçka e çuditshme, thoshin çarrin e marrësh me Marina ato ditën rrin të modifiku foto, ndërkohë që ishin foto që nuk ishin për ndonjë punë ose për diçka, thjesht rrisha të shpreh dhe të lujt me ngjyra, me pasë si mundet me tjetërsu një imazh që ke në mendjen tonë. Megjithatë, dikush të ka mbështetur që të thuash po, Iden, kjo është drejtën në këtë aspekt nuk më ka mbështetur fort familja. Nana jame ishte gjithmonë e fokusuar që unë me kryej administrim biznes. Baba thote për piktur, sepse normalisht ka familja babës janë tonë piktor. Edhe kështu që më shtynen pak, ja po shikjo se fotografia shumë makullajt, me rrë me pikturen, por besoj që e kam gjetë veten shumë mirë në fotografi. Në fakt të bashkë ecësh me guximin është një nga cilësitë mjaft të admirueshme dhe ti guxove dhe zgjodha diçka që më bën më i mirë, edhe është shumë e shpejtë, e drejtë për drejtë. Kur shef një gjendje, siç e the, por është shumë më kollaj dhe më shpejt me fotografu dhe me e rujt në histori, me anë të fotografisë, se nuk mundesh me marrë te lajën edhe mul atë dhe me fillu me piktoru. Për mua është edhe çështje kohet.
Megjithatë vlerësimet kanë qenë nxitse për ty, apo ja? Po, patjetër. Shumë nxitse. Të kujtohen ato kënaqësitë e para që ke marrë nga punët tuaja. Patjetër, ka një guxim shumë i madh kur e maj mend vedin me një aparat, sepse halla 5 fotot e para i kam hallë në Facebook dhe nuk e fillova me e bë për karrierë, as për çejf, për pasion i halla. Aty filluan komente pa fund shumë bukur. Ka kënë motra jeme me një shoqet sajen, me kapele, me tesha, me roba, me lule, dhe ishte gjra ma bukur. Dolen ata foto prall. Dhe më pëlqyne një hella, kështu fillova të u marrë me fotografin, manaj dikush më propozoj me ba një dasëm, atë manaj e di që e ka marrë, aty ka kënë guximi e maj malë, me marrë aparatin dhe me shku me fotografu një dasëm, pa pas as një lloj eksperiencet. Çfarë ke patur brenda vetes tënde, cilat qenë ato oscilacione? Isha shumë entuziaste që do delte diçka shumë e bukur. Sado që isha entuziaste, kisha edhe shumë frikë, shumë stres, sepse normalisht një dasëm është dita më e rëndësishme e jetës të një personi. Kështu që mora përsipër me realizu diçka tillë. Patjetër që janë vlerësuar. Po. Më thonë drejtën si për herë të parë, mund të thamë që atëherë pa ta marrë edhe një mik temin, Ido Bushatin me vedi, ka këndër fotograf të parë, sepse gjithmonë thosha t'jemi dy, se në qofë se unë gaboj tek e para, t'kemi edhe dikën tjetër, ose në qofë se mu me ik një moment, t'kemi edhe dikën tjetër afër. Aja ka kënë momenti i parë që unë jam fut si profesioniste në fotografi. Çfarë aparati ke përdorur? Atëherë kam pas një Canon Mark II, para bëhet fjalë këto e disa vite. Po, 12 vjet ose më shumë. Ka kënë aparatet më të mirë Shkodër, kam kënë e para që e ka pas, kështu që erdhi, ishte mirë, më thonë, sisia ishte fantastike. Unë e sigurova nëpërmjet njerëzve të mi familjar, të cilën ma banen dhuratë të po talentin tem. Vazhdon përsëri me atë aparat apo ke ndruar? Kam blej edhe një tjetër, tash më thonë, por Allah të e maj, sepse më duke sikur është i pavdekshëm. Shumë e bukur. Mirë, Iden, më ka bërë përshtypje pjesëmarrja juaj aktive. Dy nga takimet ose ndër takimet e mia të fundit me fotografin tënde në Art Odes, por edhe tek aktiviteti Liria fillon me fjalën më lejo të flas. Disa foto vërtet mbreslënse. Nëse tek Art Odes ishte një gjendje e veçantë e një portreti, tek ekspozita e dytë, po e quaj, tek aktiviteti i dytë ishte një ndjesi tjetër, një hapësirë tjetër më e madhe. Diçka për të çfarë ndjesish ke pasur? Ishin dy aktivitete shumë të jashtëzakonshme edhe për sa i përket temës. Me mikja jeme Rozofa Shpuza, një artiste shumë e mirë. Falenderoj që më bani ftesë edhe mua, sepse në Art Odes u mbledhen fotograf nga e gjithë Europa, fotograf shumë të mirë të njohur, dhe aq më tepër që ne kishim menduar me babën, më thonë, më përpara, por edhe me pjesën e tërmetit. E mendume që ta sjellshim në një ide filantropike, pra lek që të mbledhen të shkojnë për ato të prekur nga tërmeti. Një ekspozit tepër e bukur. Vërtet. Personi që unë kisha sjellë në fotografi është Tristan Halilaj, artisti që luajti tek filmi Falja e Gjakut, dhe ajo gjendje e tij në fakt aty fillon edhe pjesët të kanë artist mundesh me sjell shumë gjendje për një set. Ishte diçka shumë e çuditshme që bani me fytyrën e vet, e bani vet, nuk asaj kërkova unë. Edhe doli ajo fotografi. Vërtet, ai e ka realizuar, por ishte aparati në duar dhe në syrin tënd si artiste që e fokusoi. Është një moment që natyrisht duhet të kesh shumë precizion, shumë guxim, shumë përqendrim që të kapësh momentin, apo jo? Po, patjetër. Kjo është ajo që fotografi sjell me njohuritë e veta. Për sa i përket pastaj edhe pjesës tek Me lejo të flas, një projekt i jashtëzakonshëm, sepse flet për nevojën që ne si njerëz kena për mu shpreh dhe t'jena të lirë për mu shpreh. Në Shqipëni dihet që është pak e vështirë pjesa e shprehjes dhe të jesh i vërtet, të jesh i drejt për drejt. Megjithatë, falenderoj shumë miken time Etlira Bylos edhe
Zotnia Strejtfanin dhe Alketa Kraja, një profesoresh e cila ka bën një punë jashtëzakonshme atë fëmijë e Astriti, sepse të mendosh janë aq shumë të ri dhe momentin që shikon një pjesë teatrale të rënqethë trupi, atëherë e kupton që aja ka arrit atë që duhet të arrinte. Ndërkohë që fotot tuaja Po, edhe fotot e mia, unë do jem pjesë e këtij projekti, edhe besoj që do vazhdojnë dhe do ta sjellim edhe më të bukur edhe në shfaqje tjera. Po kjo nuk është vetëm nuk janë të vetmet veprimtari që publikisht ke marrë pjesë. Më bën përshtypje ilustrimi i librit të poetes Ariola Zadrima. Poezit të shoqëruara dhe fotot vërtet tregojnë ndjesi të veçanta shpirtërore, apo jo? Patjetër, e përshëndesit e Shnode, sepse është në shoqet e mia më të mira, e du shumë fort, është një femën e fort, e jashtëzakonshme. Gjatë që ka bë me sjell edhe një libër të tillë, kaq të fortë, kaq me pas një impakt shumë të madh. Momentin që sepse është një libër ezoterik, është një libër që bëron nga thellësia e saj, nga jeta e saj, nga problemet, nga pasioni që ka, dhe të tillë me që jena edhe shoqë përshtatna dhe jena përshtat edhe tek arti, të sjell edhe fotografi, edhe poezitë e saj janë përshtat shumë mirë, kena punu shumë kohë për me bë atë libër, për me realizu. Megjithatë ja kena gjetë gjuhën e përbashkët bashk. Të bashkëpunosh me artin, me artistët, me njerëzit, është vërtet një mjeshtri e veçantë. Ty të pëlqen një bashkëpunim i tillë, megjithse ajo simbiozë që ne tham pak më herët, iden dhe aparati bashkëjetojnë në çdo moment, nuk janë asnjëherë të veçuar nga aktivitetet, nga njerëzit që kërkojnë të bëjnë më shumë për shoqërinë, për komunitetin, gjithmonë e gatshme, e kam ndjerë këtë. Patjetër, kur artët bashkëpunojnë me një tjetrën, shumë fishohet pra ndjenja. Në qoftë se shumë fishohet, çdo gjë amplifikohet. Dhe normalisht jam shumë e hapshme për me bë të tilla gjëra, edhe sot është shumë moderne për me bë mediume të ndryshme, për me kriju diçka të bukur. Në fakt, kur kam parë fotot tuaja, kam qëndruar vërtet pa fjalë. Nuk e di kush i ka shkrepur, por subjekti ishte veti. Dhe ndoshta ajo që kërkon tek të fotografuarit tuaj e kishe shprehur ti vetë në shumë nga fotot. Aq sa më le mbresën e një modeleje, gjendje të ndryshme, pozicione të ndryshme, imazhe të ndryshme. Kjo më bën të mendoj që është një koncept juaj për artin e fotografisë. E vërtet është, mundohem kajherë kur bëj foto, mundohem tek tjetri, me vu një pjesë temën, sepse vetë artisti stilin e vetë e ka në thellësitë vetë. Por më kam thonë që kam talent për modeling, dhe kjo pjesë ndoshta më ndihmon më shumë që unë me arrit tek tjetri dhe me u mundu për me edhe me ndihmu me pozu. Megjithatë ndjehesh mirë me foto. Edhe e kam levru pak në atë aspekt. Uroj që një ditë ndoshta më të bëj një projekt edhe me autoportrete ose me një pjesë të vogël filmike, kush e di. Në fakt, Shkodra, siç ka thënë më shumë se një shekull më parë, Edith Durham, të mrekullon. Sepse ka njerëzit shumë të veçantë, mikpritës, bashkëpunues, ka institucione, ne kemi Muzeon Kombëtar të Fotografisë Marubi që fton shumë artistë, por ka edhe aktivitete të cilët mund t'i bashkangjitesh. Në të vërtetë të ecësh për krah me Shkodrën, kjo është diçka e bukur, apo jo? Patjetër, jena më shumë fat që jena prej Shkodrës, kur rrethona prej kaq shumë bukurive që ka Shkodra, jo vetëm tek pjesa e ambientit, por edhe tek njerëzit. Njerëzit shkodran normalisht njihen tonë në Shqipëri që janë shumë të gëzuar, shumë të lumtur, të bëjnë më i mirë, kudo që shkojnë,
pavarësisht se si mund njihen përmbrana, por ajo që ato nxjerrin pa është pozitiviteti I tyne. Edhe kjo ndjehet edhe në shkrepjet e aparatit tënd Iden. Në fillim, në hapat e parë, thej që kam eksperimentuar me fotografinë dhe kjo më ka bërë që të më tërheq përmënge për të marrë në dorë aparatin. Kam eksperimentuar duke retushuar, duke përpunuar fotografinë, nuk e di, Photoshopi, gjithë këto teknika, cili është mendimi juaj për ta? Nuk mundesh me kriju, po nuk eksperimentove dhe ajo është një pjesë shumë e rëndësishme. Kam eksperimentu fotografi, të ndryshu linjat, ngjyrat, ndoshta nuk janë prit mirë, ndoshta mund të jenë prit edhe mirë. Megjithatë, unë mendoj që gjithsecili prej nesh duhet të fusin diçka nga vetvetja. Jam shumë dakord, kushdo që ka qejf me kriju, pavarësisht se ka njerëz që thonë që fotografia duhet të jetë e paprekur. Megjithatë, unë mendoj që si pjesë e artit duhet të jenë atë lirë për më u shpreh dhe më përshtat stilit që kena. Nuk paragjykoj asnjë person I cili mundet me eksperimentu, ose mundet me prek shumë fotografinë e vet, ajo është një pjesë e shprehjes të tij. Si mendon, ku ndryshon fotografia bashkëkohore me atë tradicionale? Sepse pak më herët unë përmenda Muzeun Kombëtar Marubi, ku aty kanë ardhur dhe artistë botror dhe kanë shfaqur tipatjetër I ndjek, qoftë teknikat, por qoftë edhe tek ecuria e vet jetës, me mundësi që t'jep, me artin që ecën, evolon, si ecën paralel këto Arti evolon sepse bota vetë evolon. Nuk mundet me ka një fotografi sot njësoj si ajo që është bërë para 10 viteve. Megjithatë sot linjat janë shumë më thjeshta, jena drejt një minimalismit në fotografi, po thamë për fotografinë kontemporane. Çdo gjë është e zdeshun, janë sa më e thjeshtë, sa më minimale fotografia kontemporane, ndërsa ajo tradicionalja normalisht që ndërkohë ke menduar për një produkt tërësisht tëndin, për një ekspozit fotografike tëndën, sepse natyrisht ke krijuar një album që ke tek sirtari yt, apo ja? Kam mendu për me hap një ekspozit, edhe në fakt ka ardhur koha me hap një ekspozit personale, vetëm për vete. Mendoj që javën e parë të janarit do të hapi edhe një ekspozit tjetër me Ariola Zadrime në Prishtinë. Pastaj pas asaj duhet të hapi një ekspozit personale në Shkodër, që ka shumë kohë që e mendoj, dhe jam pothuajse gati me hap. Po ky është një lajm. Po është një lajm I mirë. Ndërkohë që ti nuk resh së fotografuari, sot ke një impenjim tjetër, ndoshta pas studios së radios do vraposh diku tjetër. Kam një impenjim me shoqatën Gruaja te Gruaja, kanë një konferencë mbi të drejtat e njerëzit tek Qendra Rinore Arka, kështu që I ftoj të gjithë rinin të vinë dhe ta përfaqësojnë dhe ta përqafojnë atë eveniment. Duket se fotografia të ka dhënë një dritërim tjetër në portretin tënd. Nuk është kështu? Patjetër. Mundem me kenë shumë personazhe kur fotografohem, kështu që të krijon njeriu. Sot je një kontesht, nesër je një lypse, mos nesër je dikush tjetër. Kjo është marrëdhënia. Me kriju si të njësh. Kjo është marrëdhënia e artit. Kjo është magjia e artit dhe nuk mund të jetë ndryshe nëse nuk ke pasionin me vete, nuk ke guximin, nuk ke përgatitjen me vete dhe nuk ke dashurinë për atë çfarë bën. Iden. Me buzëqeshjen tënde dhe me atë çfarë ti the. Vërtet personalisht ma ëmbëlsove këtë mëngjes, por besoj se shumë pozitivitet ke shpërndar edhe tek ato që na kanë ndjekur, edhe tek dëgjuesit tan kudo që të ndodhen, duke ju uruar një ditë shumë të bukur, ashtu siç të uroj ty gjithmonë suksese në ecjen e sigurt tashmë të një artiste që e ka fokusuar portretin e saj në shkrepjen e aparatit me shumë art dhe dashuri.
Shumë faleminderit, sallon ju uroj një ditë sa më të këndshme dhe të vazhdoni me këtë emision kaq të bukur dhe të keni sukses dhe mitet tana me një Zot mrekullueshëm. Ishte shumë kënaqësi që të kisha sot. Të uroj veçmbarësi në Shumë faleminderit dhe në jetën tënde. Faleminderit Iden.